Situata e qenve ndacak tashmë është alarmante, kjo jo vetëm Ferizaj, po në gjithë vendin. Lidhur me këtë, komuna e Ferizajt ka nisur ka herë procedurat dhe punimet për objektin e strehimores. Tashmë këto punime janë drejt fundit dhe strehimoria që do të nisë funksionimin ka kapacitet vetëm për 40 qenë ndacak. Për këtë ka treguar drejtori i bujqësisë Burim Bajrami që strehimoria do të ndikojë në stabilizimin e gjendjes duke i trajtuar qenë sipas mënyrës adekuate. Janë në fazën e fundit kryerja e punimeve për adoptimin e qendrës së përkohshme të trajtimit qenëve ndacak në strehimore për qenë të ndacak. Kemi bërë një marrëveshje për shkak të mungesës së stafit profesional brenda komunës së Ferizajt me ndërmarrjen publike lokale ambienti, në mënyrë që ndërmarrja të angazhojë staf profesional dhe ta funksionalizojmë qendrën, strehimoren, në të cilën ka kapacitet për 40 qenë si vend qëndrime, po besoj që me ndërmarrjen e këtyre masave edhe nga komunat përreth, duke zhvilluar aktivitetin e kastrimit, sterilizimit, vaksinimit dhe lëshimit, do të arrijmë që brenda periudhe të shkurtër që ta stabilizojmë gjendjen alarmante që është brenda komunës sonë, po edhe në nivel të Republikës Kosovës, dhe unë i los gjithë qytetarët që mos bën problem për drejtorinë e bujqësisë duke lëshu qenët e tyre në rrugë, po ata përderisa janë pronarë të qenëve, ata të kujdesen për ta dhe mos bën barë, pasi që shohim në hapësirat publike ekzistojnë një numër i madh i qenëve të cilët kanë pas pronarë dikur, po ato janë braktisë nga pronarët legjitim dhe janë lëshu në rrugë për të bërë barë e drejtorisë së bujqësisë dhe për të bërë shqetësim e qytetarëve të komunës së Ferizajt e sidomos nxënësve që frekuentojnë shkollat edhe qellet publike brenda komunës sonë. Bajrami ka treguar ndër të tjera se ekspertët që do të merren me trajtimin e qenëve do të vlerësojnë mënyrën e trajtimit. Përveç kësaj janë vendosur edhe pika ushqyese nëpër terrene në periferi të qytetit, teksa i thotë se qenët në hapësira publike janë familiarizuar dhe kësaj nuk paraqesin rrezik për qytetarët, meq edhe nuk është raportuar ndonjë rast sulme. Ajo strehimore do të shërbejë për trajtimin e qenëve ndacak, të cilët nuk janë trajtuar deri më tani, dhe normalisht në bazë të vlerësimeve të ekspertëve të kësaj fushë, nëse hasin në qenë që janë problematik dhe agresiv, ata do të eutanazohen, apo do të ngordhen në mënyrë humane, dhe normalisht që përmes eutanazisë një numrit të konsiderueshëm të qenëve të cilët janë agresiv dhe hasin në terren duke shfaqur agresivitet, normalisht që do të ulet edhe ky numër i qenëve ndacak, po ne kemi marrë masa edhe të përkujdesës për ushqimin dhe ujin e pijes të këtyre qenëve, duke vendosur 8 pika ushqyese në periferi të qytetit të Ferizajt, në vendet ku nuk ka frekuentim të madh të qytetarëve, me të vetmin qëllim që një numër i madh i qenëve ndacak të zhvendosen në këto pika ushqyese dhe mos ju mungoj ushqimi dhe uji i pijes, po në anën tjetër të mos shkaktojnë shqetësim për qytetarët e komunës së Ferizajt, sidomos ata që janë apo kanë fobi nga qenët ndacak. Edhe pse brenda hapësirave publike kështu brenda qytetit nuk kemi pas ndonjë rast të sulmit, përveç në periferi qytetit dhe në përfshatra, këta qenë që janë në qytet janë të familiarizuar në një mënyrë me qytetarët dhe nuk shkaktojnë problemet e qytetarëve, mirë po ekziston të një numër i madh i njerëzve fobia nga qenët ndacak dhe kafshën përgjithësi dhe normalisht na e ndjejmë edhe shqetësimin e tyre lidhur me këtë aspekt. Buxheti për strehimoren është ndarë nga projekti për tregun e kafshëve që në përgjithësi janë ndarë 300.000 euro.